Rreth 51.000 anëtar të Partisë Demokratike janë thirrur sot për të dhënë një mandat të ri në krye të PD-s liderit historik Sali Berishës. Sali Berisha është i vetmi kandidat në fletën e votimit ndaj Partia Demokratike ka cilësuar procesin referendum për konfirmimin e tij. E vet Berisha përsëriti se ky është një proces demokratik. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Partia Demokratike përjashtoi nga kjo garë ata kandidatë që kërkuan të dalin përballë Sali Berishës, mes të cilëve edhe ish deputeti Nervin Saliani. Sipas Berishës, Saliani nuk mund të jetë pjesë e PD-s dhe e garës, duke akuzuar atë për lidhje me krimin. Përfaqësues të botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero. Sali Berisha është zgjedhur për herë të parë kryetari i PD-s në vitin 1991 e për më shumë se 3 dekada ai ka dominuar Partinë Demokratike. Berisha u rikthye në krye të PD-s në vitin 2022 pasi shkarkoi kryetarin Lulzim Basha, i cili vendosi përjashtimin e tij nga grupi parlamentar për shkak të shpalljes non grata. Një nga premtimet kryesore të lëvizjes që riktheu Berishën në krye të Partisë Demokratike ishte vendosja në statut e detyrimit që kryetari i partisë, kur humbet zgjedhja, t'i jep dorëheqjen e nuk ka të drejtë të rikandidojë. Por Sali Berisha vendosi të mos e zbatoj këtë nen të statutit pasi sipas tij zgjedhjet e majit të vitit 2025 ishin farsë elektorale.